Një moment shumë i tensionuar dhe i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother, ku një zar fizik ka mbërritur për Kristin, duke tronditër menjëherë të gjithë banorët. Siç dihet, zarfi i zi në shtëpi është gjithmonë shenjë e një vendimi të rëndësishëm dhe zakonisht lidhet me shkelje të rënda të rregullave, prandaj atmosfera është bërë menjëherë e rënë dhe plot ankth. Banorët janë mbledhur të gjithë në ambientin kryesor të shtëpisë, duke pritur me tension për të mësuar për mbajtjen e zarfit. Në fytyrat e tyre duke i qartë pasiguria dhe frika për atë që mund të ndodhte. Si duket, këtë herë ishte Brikena ajo që mori zarfin dhe u ngarkua ta lexonte atë para të gjithë banorëve. Me një atmosferë shumë serioze dhe në heshtje të plotë, Brikena filloi të lexonte mesazhin nga vëllai i madh. Në zarf thuaj se Kristi kishte thyer rregullat e shtëpisë, një shkelje që konsiderohej e rënë dhe e papranueshme brenda formatit të lojës. Teksa ajo vazhdonte leximin, tensioni në shtëpi rritej çdo sekond. Sipas vendimit të bërë publik në zarf, për shkak të kësaj shkeljeje, Kristi do të eliminohej menjëherë nga gara. Ky vendim ka surprizuar dhe tronditur banorët, pasi eliminimi i menjëhershëm përmes zarfit të zi është një nga ndëshkimet më të forta që mund të merret brenda shtëpisë. Pas leximit të zarfit, në shtëpi ka mbizotëruar heshtja, ndërsa banorët janë parë të habitur dhe të emocionuar nga ajo që sapo ndodhi. Disa prej tyre nuk e prisnin